ajo që më bën përshtypje mua në gjithë te, dhe që ka lidhje me ato që janë pra seti dyti prova që SPAK pretendon se ka ndaj kryebashkiakut për orkestrimin, po themi, të sulmeve ndaj njerëzve të drejtësisë, është që pse nuk ka masa apo akuzë për kundërpartët, pra për palën tjetër. Sepse nëse SPAK thot që zoti Veliaj nga Burgu, dhe këtu mund na ndihmojnë edhe juristët, nga Burgu ka urdhëruar dhe orkestruar dhe dirigjuar një sulm shantazhi ndaj njerëzve të drejtësisë, atëherë pse nuk është ngritur, pse nuk është marrë mas ndaj atyre aktorëve që e kanë vënë në jetë të sulm. Sepse unë kujtoj një rast që ngjason faktikisht me këtë në Itali, ku prokuroria që hetonte Berlusconi, një nga prokurorët që hetonte ish kryeministrin e ndjerë të Italisë Silvio Berlusconi, gazeta e Berlusconit i pati bërë një shkrim gjatë kohës që ajo e kishte në netim, dhe prokuroria nxori urdhër, shkoi bllokoi gazetën, e sekuestroi, mori drejtorin e gazetës me pranga e shoqëroi, mori dhe gazetaren që i kishte bërë shkrimin, i shkuan i bën kontroll gjithë natën në banesë, me këtë akuzë pra, për shantazh ndaj të njerëzve të drejtësisë. Në këtë rast, nëse SPAK e pretendon, apo prokurorët pretendojnë, pse nuk ka masa për, po themi, ata njerëz që janë bërë pjesë e këtij skenari. Sepse ne duhet pranojmë edhe diçka. Kjo është një akuzë, apo to janë pretendime që duhen kopsitur shumë mirë që të qëndrojnë, sepse linja e palishmërisë, linja që ndan palishmërinë me lishmërinë në këtë rast është shumë e hollë. Pra një gazetar mund të ketë edhe qëndrimet e veta editoriale që mendon se kryetari i bashkimit janë duke i rënë në qafë, ose e mbron edhe për miqësi, po kjo nuk e bën atë bashkëpunëtor apo pjesë të një komploti, apo jo. Por nëse i jemi përballë faktit që këtu ka pas një sulm të dirigjuar, të orkestruar për të shantazhuar zyrtarët publik, në këtë rast prokurorët, sigurisht që do duhet të kishte masa dhe në krahun tjetër. Sepse ka nën kod penal atë, nëse të shantazhon njeriu që është në detyrë e kështu me radhë. Pra, këtë nuk arri ta kuptoj dhe ndoshta Klodi mund na sqarojmë më shumë në këtë pikë. Përpara se ta sqarosh pikën, kam dhe diçka tjetër unë. Për të shtuar, të lutem, duket që është ideja, ndoshta gaboj unë, po sikur se kam dëgjuar, që do të ketë akuzat të tjera shtesë për të rasti Veliajs që janë dhërat apo. Tani, zoti Veliaj është në nënhetim edhe për disa raste tjera, si që është inceneratori Tiranës. Dhe brenda inceneratorit të Tiranës... Ne do kalojmë pas pak në një pyetje konkrete. Aty është edhe marrëveshja e dherave, që si... Përveç inceneratorit, po, edhe me dherat janë aty. Është marrëveshja e dherave. Që aty është duke vijuar dhe duhet presim që të ketë një vendimmarrje nga ana e prokurorisë, por është një çështje e hapur. Që për sa kohë që zoti Veliaj ka më shumë se 2 vjet që po hetohet roli, po për të kthyer tek ajo që thot Tomori. Problemi është që unë nuk e di çfarë do të bëj SPAK, se unë jam SPAK, jam një gazetare që raportoj mbi bazën atyre dhënave që siguroj. SPAK ka pretenduar që zoti Veliaj pra është një person i cili paraqet rrezikshmëri sipas tyre për të infektuar provat dhe për të intimiduar dëshmitarët për shkak të gjuhës që ka përdorur gjatë përgjimeve telefonike, kryesisht me të vllajën, por edhe me persona të tjerë, pjesëtar të familjes, apo nuk di të them kush janë të gjithë përgjuarit, sepse ajo ka qenë një çështje tepër sekret. Pastaj, kjo është, ju e thatë vetë që është një fije shumë e hollë. Dikush vërtet mund ta besojë atë gjë çfarë ka shkruar. Kështu që unë nuk besoj që SPAK-u mund të na detyrojë ne apo të na tregojë mënyrën se si ne duhet të sillemi. Problemi është që nëse provohet shkak pasojë, pra nëse provohet që zoti Veliaj ka urdhëruar të bëhet një lajm i rrem ose të vihet nën presion një gjyqtar apo një prokuror, kjo është vepër penale dhe patjetër ka edhe bashkëpunëtor. Kështu që unë nuk jam në gjendje ta ndaj sot. Pardje, në sallën e gjyqit, prokurorët kanë dërguar në tavolinën e gjyqtarit Engert Plumbi minimalisht 90 faqe përgjime, dhe mund të ketë qindra të tjera që nuk janë zbardhur ende, dhe kanë pretenduar që zoti Veliaj
ka tentuar të devijoj të vërtetën asaj çfarë thuhet në dosje dhe të ketë target sulmi, gjyqtar dhe prokuror. E para. E dyta, ka pasur një gjuhë jo normale, pra kërcënuese ndaj disa zyrtarëve dhe për shembull konkretisht ndaj drejtorisë përgjithshme të burgjeve, që ka urdhëruar kontroll në qelinë e tij dhe në gjithë sektorin ku ai mbahet i izoluar. Kështu që qëllimi kryesor, me sa unë kam kuptuar, se SPAK nuk mund të ndërhyj, mendoj, në punën e medias, pra duhet ta ndaj shapin nga sheqeri dhe të ndaj atë vijën e holl, pra atë çfarë një gazetar beson vërtet dhe që e bën për parim dhe që e bën për atë çfarë realisht ka parimet e tij, ka etikën profesionale e tjera me radhë, dhe gjë tjetër pastaj kur hyn interesat në mes. Pra unë nuk jam gjendje të them që çfarë do të bëj SPAK me këtë pjesë. Ama nga ana tjetër, di të them që përgjimet janë aty, qëllimi kryesor ka qenë sipas prokurorëve të qëndroj prapa hekurave zoti Veliaj, sepse dalja e tij mund të rrezikonte procesin hetimor në vijim. Pra kjo ka qenë aja e gjës. Pastaj rrugës mund të dalë që të gjenden prova, jo vetëm për zotin Veliaj prova të reja, por edhe për shumë personazhe që e rrethojnë. Dhe avokati mund të ndihmojë më pas se si hetimi mund të nxjerrë gjëra që ne mbase nuk i mendojmë fare. Ata kanë dorëzuar edhe fatura të reja, edhe transaksione bankare, edhe dokumenta dhe fatura, më falni, kontratat të firmosura nga kompanitë ajo Laxozës, pra që sipas SPAK kontrollohen direkt apo në mënyrë të tërthort nga ana e saj. Kështu që mund të dalin të dhëna të reja, por sigurisht ajo çfarë mua më shqetëson është që ne kemi konstatuar, ne të gjithë që jemi këtu, po besoj edhe publiku, që ka patur media të tëra, që kanë patur një gjuhë të kërcënuese ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe gazetarëve po deshe, dhe ndaj gazetarëve, që është një gjuhë e papranueshme në këndvështrimin tim, sepse nëse ka prova dhe fakte për një gazetar apo për këdo në këtë vend, patjetër që gazetari duhet të bëj punën e vet, por të marrësh dhe të nxjerrësh fotot e fëmijëve, të gjyqtarëve, prokurorëve etj. Me radhë, mua s'më duket normale, pra nuk më duket gazetari. Kështu e shikoj unë, mbase unë jam e gabuar. Patjetër që SPAK nuk ka monopolin e të vërtetës dhe siç e thash, të gjithë ne këtu kemi çështja është që të gjithë këto lajme editoriale, analiza që janë bërë në media janë nisur sepse këtë bindje dhe këtë këndvështrim ka gazetari apo sepse ai është paguar me qëllim shantazhimin e njerëzve të drejtësisë. Pra, po nëse ke provuar që është bërë me pagesë për të shantazhuar njerëzit e drejtësisë, nuk do ngresh, nuk do mbash vetëm Velijen aty. Po, patjetër. Ka dhe bashkëpunëtor. Prandaj po them se kjo është një çështje shumë delikate. Vija këtu është shumë e hollë që e ndan gjën nga, pra, të palishmen nga e lishmja, sepse mund të ketë gazetar që mund ta kenë miq zotin Veliaj dhe e ndihmojnë në një moment të vështirë duke gjetur argumenta brenda dosjes së SPAK, se ajo dosja është 300. Po, jo të shantazhojnë prokurorin dhe gjykatën ama. Se këto edhe po e bëre palas prap shantazh është, bashkëpunim për shantazh.